إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Ai është I vetmi që meriton të adhurohet. Në dorën e Tij është I gjithë pushteti dhe se ai meriton falënderim këtë botë dhe botën tjetër. Ai meriton të lavdërohet fillim e mbarim. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi është robi Allahut dhe I dërguari I Tij. Selavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatli të nderuar, ju porosis juve dhe veten time që të kemi frikën Allah subhanahu wa ta'ala e të bindemi atij, dhurata dhe mirësitë e Tij t'i pranojmë drejt dhe si duhet e t'i shfrytëzojmë ato, dhe në mesin e tyre është edhe muaj I madh I Ramazanit, I cili po vjen dita ditës, dhe na sot jem në xhumon e fundit të muajit Shaban, pra pas disa dite, kush ka ymër dhe jetë do ta pret muajin e madh të Ramazanit. Ky muaj, I cili është muaj I mëshirës, është muaj I afrimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Është muaj I pastërtisë shpirtërore. Muaj me begati të shumta, dhe për këtë arsye pejgamberi alayhis salam na ka përgëzuar për ardhen e këtij muaji. Na ka përgëzuar duke thonë atakum Ramadan shahrun mubarak. Po vjen Ramazani, ky muaj I bekuar, cilin Allah azza wa jalla ja ka obliguar agjërimin. E që realisht agjërimi është një nga adhurimet kryesore dhe veçoritë e vlerat më të mëdha të këtij muaji. Andaj na sot do të përmendim disa nga dispozitat e agjërimit, për arsye se kjo është një nga format e përgatitjes për Ramazan. Kena folë në disa hutbe për Ramazan ose në ligjërata të ndryshme, që njëri përgatitet për Ramazan në forma të ndryshme, një prej këtyre formave është edhe njohja e dispozitave të Ramazanit përgjithësi e të agjërimit veçantë. Agjërimi është farz, obligim. Bile është nga llojet më të mëdha të farzit, se obligimet janë të ndryshme nivele. Me po obligimet e cilat janë shtyllat e Islamit, e në këto 5 shtylla bën pjesë edhe agjërimi, kjo tregon se është nga obligimet më të mëdha. Allah azza wa jall thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besimtar, ju kemi bë obligim agjërimin ashtu siç është obligim për popujt më herët, la'allakum tattaqun, me synim dhe me qëllim që të keni dronë Allahut, pra të ngriteni në shkallët e devotshmërisë. Agjërimi gjithë së është ai adhurim ku njeriu abstenon nga ushqimi, nga pijet, nga kontakti intim mes bashkëshortëve dhe gjëra të ngjashme me këto, prej agimit të diellit, ndryshe që njihet imsaku, deri në perëndimin e diellit. Me vetëm një qëllim pra, që t'i afrohemi Allahut, t'i bindemi Allahut. Andaj, në momentin kur këto dy elemente mungojnë, atëra agjërimi nuk është I saktë. Njëti, qëllimi që me atë vepër të adhurohet Allah azza wa jall, t'i bindemi Allahut azza wa jall, dhe e dyta, që njeriu të abstenon dhe të largohet nga këto gjëra që prishin agjërimin prej imsakut deri në perëndimin e diellit. Pastaj
një rikujtim se kush e ka borx agjërimin. Borx e ka agjërimin ai njeri tek I cili janë këto 6 elemente. E para, ose edhe kushte mund të themi, kushtet e obligueshmërisë. Kushti I parë është e njeri të jetë musliman. Kushti I dytë që të jetë I shëndosh mentalisht. Kushti I tretë të jetë në moshën madhore. Kushti I katërt që të ketë fuqi fizike, do të thonë ta përballon agjërimin. Kushti I pestë të jetë në vendin e tij ku banon, jo udhëtar, fjala është. Dhe kushti I gjashtë të mos ketë pengesë, gratë mos kenë pengesë në agjërim, kjo është e veçantë për gratë, dhe qëllimi është që të mos jenë periudhën e leonisë ose menstruacioneve ose mas lindjes së fëmijëve. Domethënë, këto 2 periudha, menstruacioni dhe leonia, faktikisht është ndaluar të agjërohet. Andaj, kur themi se është obligim agjërimi për muslimanin, a nuk është obligim edhe për jo muslimanin? Obligim, edhe ju muslimani do të merret në pyetje që s'ju ka bindur Allahut për çdo detaj të fesë Allahut. Mirë, po s'mund të agjëroj përderisa nuk është musliman. S'mund të agjëroj përderisa nuk është musliman. Sa I përket atij që I mungon vetdia ose mendja, nuk ka mundësi se si me bën jetë, s'ka që agjëron ai. Nështë edhe I shet tjerë që s'po hon, s'po pinë, ku ta diun, po përderisa nuk është I aftë me bën jetë, me vendos për me agjëru, nuk mund as nuk e ka obligim agjërimin edhe nuk mund të ketë agjërim. Që të jetë moshën madhore. Pra, njerëzit nuk e kanë obligim agjërimin deri të hinë moshën madhore. Obligim jo, mirë po tjetër që është e preferuar dhe është mirë dhe kanë obligim prind të edukojnë fëmijët qysh ma herët të mësojnë me agjërim. Të përgatiten që kur të hinë moshën madhore, ata të jenë të gatshëm për agjërim. Pastaj që njerit ketë mundësi e përballon agjërimin. Që këtu pastaj bojnë përjashtim, pleqë të shtym në moshë, nështë nuk ka ku me di se çfarë smundje kështu me këshyr, po I lath, nuk mundet me agjëru. Pastaj janë të smundit, pastaj janë edhe gratë të cilët kanë fëmijë përgjinj ose 7 zona, por nuk e kanë problem me përballu agjërimin. Sa e përket smundjes, se I ka shumë detaje, po I përmbledh 3 lloje të smundjeve në raport me agjërimin. Lloji I parë janë ato smundje që jo vetëm që njeriu I vjen vështirë me agjëru, po edhe e shtojnë dhe rrezikojnë shëndetin e personit. Në këtë rast agjërimi është I ndaluar. Në këtë rast, përderisa përshkakton dëm personit, agjërimi është I ndaluar. Allahu nuk na obligon me gjëra të cilat na dëmtojnë ose të cilat nuk mund t'i përballojmë. Mirë, po nëse e kalon smundje, masa ne agjëron. Ose është smundje e vazhdueshme, bën kompenzim. Pastaj lloji I dytë I smundjeve ose problemeve shëndetësore janë ato probleme të cilat njeriu ndoshta I vjen vështirë me agjëru. Po me dëmtu ma shumë shëndeti nuk e dëmton. Mirë, po vetëm I vjen vështirë me agjëru. Në këtë situatë atij lejohet me prish. Për shkak vështirësisë që e gjen në agjërim. Por nuk e ka ndaluar se nuk po dëmtohet ma shumë shëndeti I tij, vetëm që e gjon vështirësi. E për këtë vështirësi e ka të lejuar me prish. Mirë, po nëse agjëron, e kryen obligimin, as nuk është gjënaçar as kurgjë. Mirë, po janë disa smundje, janë disa lëndime të vogla, ku as nuk ndikojnë agjërim, as nuk gjen njëri vështirësi me agjëru, e as nuk rrezikohet shëndeti I njerit. Andaj këto lloje të smundjeve ose këto lloje të lëndimeve, nëse mundu me thonë se gjona nuk e pengojnë agjërimin. Dhe njeriu ka obligim të agjëron në situata të tilla. Pastaj jemi te kushti I pestë që tham njeri të jetë në banimin e tij, pra jo udhëtar. Për arsye se ai që është udhëtar e ka të lejuar me prish. Nëse do na agjëron, mirë, po ka të lejuar me prish, pastaj mi kompenzu kur ta përfundon udhimin e tij pas Ramazanit. Dhe e pestë e fundit ose e gjarta që tham
gratë kur janë në ciklin menstrual mujore që i kanë, dhe mas lindjeve lehonia periudha që është, nuk e kanë të ndalume me agjeru, ose nuk pranohet, nuk bën të agjerojnë, dhe nuk e kanë obligim agjerimin, por obligohen mi kompenzu mosani. Andaj, njerëzit në raport me agjerimin janë 4 lloje. Jo njerëz që i plotësojnë çdo 6 kushtet. Është musliman, i rritun, i aftë psikikisht, i aftë me shëndet, është në vendin e tij. Edhe nëse është prej grave atje, nuk është ato periudha që i cekëm, e ka obligim me agjeru. Duhet me agjeru gjithçysh. Lloj tjetër i njerëzve që e kanë haram me ngjinu, edhe nuk ju pranohet agjerimi, janë gratë që ato 2 periudha që thamë. Pastaj, janë kategoria e njerëzve të cilët ju lejohet me prish agjerimin dhe me kompenzu ma vonë, me agjerim me kompenzu është fjala, është udhëtari edhe njerëz që janë smundje që janë kaluse. Bën ma mirë, kur bën ma mirë i kompenzon që ato ditë so ka qenë smundje, so ka me grep, so ka me krizë nëse mundë me thonë, në ashtë e ka një smundje të vazhdueshme. Po nuk ka problem në agjerim. Po gjatë Ramazanit ju ka kecu gjendja. Ka probleme tension, ka probleme diçka, o mirë nuk e pengon agjerimi. Po gjatë Ramazanit ka pas një problem. Që ato periudhë e prish, masane i kompenzon. Dhe janë kategoria 4, ku e prishin Ramazanin, u lejohet mos me agjeru, mirë po në vend se të agjeroj masane, nuk kanë mundësi me agjeru, po mundin me kompenzu me ushqim. Njerë që janë të shtym mosh, nuk pritet që ai me u bo ma mirë, edhe me agjeru ato ditë që i kanë humbë. Njerë të cilët kanë smundje të vazhdueshme, kronike, të pashërueshme, nuk pritet me u përmirësu gjendja tyne. Janë këtë kategori. Po në këtë kategori janë edhe grashta zona ose gjithdhënëse, e që zakonisht do që ka herë ka 2-3 Ramazana i nxojnë. Një shtatë zonë, të nej me fëmijë për gjini, jo kështu, ka 2-3 Ramazana nuk ja agjerojnë. Atëherë, këta japin ka një vitër, për aq ditë so nuk kanë mujt me agjeru, për aq ditë japin vitër dhe kështu e përmbyllin. Ande vllazni, kemi nevojë, këto gjëra nuk janë të panjohura për juve, po kemi nevojë të i rikujtojmë dhe të jetë një përgatitje faktikisht për Ramazanin, dhe këto gjëra është mirë. Qysh tash edhe një hutbë dikur më herët, javë të tjera, që është mirë këto gjëra mi diskutu me familje, mi diskutu me fëmijë, mi mësu këto dispozita dhe këto rregulla, se ka detaje edhe shumë të tjera që janë edukative rreth agjerimit, gjëra që e prishin agjerimin, të mësohen fëmija çysh prej vozhdie, me hangur qëllimisht, me pi qëllimisht, me vjell qëllimisht, këto janë gjitha gjëra të cilat e prishin agjerimin. Gjithashtu të do fëmijë pak që fillojnë me u rrit, me u tregu që ejakulimi i spermës e prish agjerimin. Dhe do të jenë kujdes, do shta nuk e din ato, do të mësojnë me ku. Mirë po është ajo prishja me rona agjerimit, që është mes bashkëshorëve me kontaktin intim. Ato jo që e prish agjerimin, po e në obligim pastaj për qatë ditë, 2 muaj ditë tjerë me agjeru për qatë ditë. Sa e shkelja me ronë që i bëhet Ramazanit. E na kem njerëz që e ka qitë agjerimin krejt edhe prej rani dhe mazdore, e që kjo shumë e ronë, nuk patëm kohë nështë me folë për denimin që ka njerëzit të cilët nuk agjerojnë, mirë për kjo mbetet të ju, që të lexoni ma shumë për Ramazanin, të lexoni ma shumë për agjerimin, për këto rregulla, e lutem Allah subhanahu wa taala ta mëson me prit këtë muaj të madh dhe na jap sukses me shfrytzuar në maksimum, na bën prej atyre që dolin prej këtij muaji të suksesshëm, e jo me dal prej këtij muaji të poshtruar, e që se kanë shfrytzuar si duhet. O sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun azza wa jall, gjithëherë salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuam, kjo xhumo që është xhumoja pra e fundit para Ramazanit, i bën që është edhe xhumoja para 17 shkurtit, e ku përkujtohet pavarësia e Kosovës, ku me 2008 shpallet pavarësia e vendit tonë.
e që realisht është një begati dhe një mirësi për neve, e që edhe pse ka njëherë këto dy gjona ishe si ndome, Ramazanin janë, pavarësia janë, po janë shumë të lidhur në ngushtë realisht këto gjona me vetin jetën e njeriut. Se përderisa Ramazani ka si synim me liru shpirtin e njerit për çdo lloj robërie, atëherë pavarësia është liria e një vendit, liria fizike pasaj. E këto është ajo afërsia ose lidhshmëria atyre shumë e fuqishme. Sa ma jetin agjerimit kër e lexum, leallekum tattaqun, që të ngriteni në shkallët e devotshmërisë. Kur mundet njeri mund ngrit në shkallët e devotshmërisë? Kush lirohet prej smundjeve të zemrës, kush lirohet prej robërisë shpirtërore, nuk është rob as i individit, as i idhujve të rrem, as i njerëzve, individëve, po është rob vetëm i Allahut. Kjo njeri i lirë. Vetëm besimtari që njëson Allahun, një vetëm ai është i lirë. Ti është vendin më të pavarur në botë, kur i rob i dikujt tjetër në aspektin e besimit dhe shpirtit çka duhet. Po gjithashtu është synimi i Ramazanit se shkollë me të edukuar që ti më u shliru prej gjunave, prej mëkateve, prej dëshirave të ulta të cilat ka herë të lidhen, prej zakoneve të këqija, prej adeteve njëri bën ja çdo njëri mund të ketë ndonjë adet të keq, shprehje të keqe. Ramazani dën me çliru për kësaj. Dhe të njëjtën kohë sikur kjo pavarësi e vendit që nuk ordh veç, ordh një dhuratë prej Allahut gjithsesi, dhe duhet të ruhet. Sikurse që imani është dhuratë prej Allahut dhe duhet kultivohet e të shtohet. Ashtu edhe pavarësia e vendit. Ajo datë 17 shkurti 2008-s duhet kur mos me harru, dhe gjithë duhet me na shtymë mendu për të ardhmen e këtij vendi. Së është dhurat, po njashtë edhe dhurata e besimit. Ta ka dhënë Allahu ruje dhe kultivoje e shtoje e Ramazanit është për rasteve më të mira që ti me kultivu besimin dhe me shtuate. E kjo dhurat orë soza ose si rezultat edhe i sakrificës, edhe i derës gjakut, edhe i shumë mundimeve të mëdha. Andaj edhe çështja e mbajtjes së Ramazanit është një sakrificë. Është një mund, është një përpjekje. Se në fundit agjerimi nuk është vetëm mos me hangër e mos me pi. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada qawl az-zur wal amal bihi, kush nuk e lën fjalën e kot dhe të vepruarit me të kotën, s'ka nevojë Allah çaj talen ushqimin edhe pijen. Se synimi i agjerimit është njëri me ushliru prej gjonave të këqija. Uroj që Allah subhanahu wa taala më na bëj për atyre që i vlerësojnë mirësitë Allah subhanahu wa taala e që na shtyjnë për të ardhmen tonë me mendu me rujt besimin imanin tonë se na vijnë për momentet më të rëndësishme e që është ajo ardhmja e lartë bota tjetër, xheneti dhe mburoja prej zjarrit, prej xhenemit e që agjerimi është mburoj njështu edhe me atë të rëndësinë lirisë e pavarësisht që me rujt dhe me kon më të përgjithshëm dhe me kon më të moralshëm, me kon më të kujdesshëm. Allah te bareke ve taala na bëj prej robë falënderues, prej robë që mirë njohës ndaj Allah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.